Po, nëse ju kujtohet në fjalimin e fundit, në marshin e fundit që u mbajt, atje thuhet që me kaq nuk do të ndalim. Dhe kjo është nisja e një aktiviteti ose fushate krejt tjetër dhe krejt ndryshe që ka ndodhur sot me këtë që ka pushenim mrapa dhe do t'jenë aktivitete që do të zgjasin një muj e gjys dhe janë të planifikume dhe janë mbrana kalendarit të organizativ të Liria ka emrin. Po, do të ketë aktivitete ma shumë simbolike, jo ma me idenë dhe qëllimin e një marshi tjetër, por do t'jenë aktivitete të, nëse mund të themi, të kombinume me artistë të ndryshëm, me mesazhe të ndryshme, por gjithsesi me kohë do t'ju lajmërojmë për secilin aktivitet veç e veç, sepse kalendari tash është i mbushur. Ne presim një vendim juridik dhe kurse si politik, dhe kur mbesim mrena juridikës e kemi shpresën të bazume se ata do të kthehen në shtëpi. Bring them home është edhe një mesazh të asaj se çkafit i përkasin ata, sepse ata i përkasin këtij vendi, kësaj shoqërie dhe janë pjesë shumë e rëndësishme e historisë tonë, janë ata që ka sot po i cilësojmë edhe çlirimtar. Qëllimi është që të çojmë mesazhe që qytetaria e Kosovës është në pritje të një verdikti apolitik juridik dhe sepse ata po kthehen në shtëpinë e tyre dhe ne po e ushtrojmë një lloj presioni, nëse mund të themi kështu publik pozitiv, që të mbajmë emocionin dhe të organizojmë pritjen e tyre që do të ndodhë nesër, thënë kështu figurativisht, se tashmë është edhe verdikti i përafruar. Po gjithsesi besojmë edhe shpresojmë, po kemi edhe praktika të dy marsheve tjera ku shumica i kanë lënë dioptrinë politike, të përditshmërisë politike dhe janë fokusuar te esenca e ata janë Kosova në gjyq dhe presim që do të lirohen. Qytetarët kanë pritje të dyzuara, nëse mund të themi, është frika gjithmonë që rrin pranë sepse verdikti politik mund të jetë ai që inkriminohet brenda verdiktit dhe është pjesa tjetër shumë shpresdhënëse, do të thotë premisa juridike, sepse juridikisht ata nuk kanë pse mbahen atje. Do të thotë është një lloj shprese, po shprese e dyzuar.